Mungesa e një prove e rihapi për shqyrtim gjyqësor krejt rastin. Këtë vendim e mori gjykata themelore në Prishtinë në rastin kundër Milorad Djokovic, pasi deklarata e dëshmitares Nurie Krasniqi për krimet e kryera në fshatin Ozdrim të Pejës nuk u arrit të sigurohet. Nurie Krasniqi ka deklaruar se ka dëshmuar për rastin edhe më parë në polici me njëherë pas luftës. Përkundër nuk i është kujtuar data e vënies së dëshmisë. Duke vepruar në bazë të kërkesës së mbrojtjes së të akuzuarit, gjykata ishte drejtuar institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë për të kërkuar deklaratën e dëshmitares Nurie. Gjyqtarja tha se është e nevojshme që të gjendet deklarata e saj në stacionin policor në Pejë, gjithashtu edhe pranë institucioneve ndërkombëtare si UNMIK dhe EULEX. Trupi gjykues me rastin e analizimit të shkresave të lëndës ka vlerësuar se me qëllim të sqarimit të plotë dhe të drejtë gjendjes faktike, është nevojshme rihapja e shqyrtimit gjyqësor për ndërmarrjen e veprimeve shtesë në drejtim të sigurimit të deklaratës së mëhershme të dëshmitares Nurie Krasniqi. Krejt këtë një dëshmitare cilëson si zvarritje të procesit, pasi Krasniqi ishte edhe dëshmitare e masakrës ndaj familjes së saj. Këto 1489 ditë gjykim që është marrë deri në ditën e sodit, gjykata edhe sot e kësaj dite e prolongon e shtyn për me marrë në pyetje një dëshmitare tjetër që u konë shumë e sakt, edhe u konë dëshmitare okulare në vrasjen dhe masakrën e familjes Krasniqi që ka bërë. Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale, Djokovic si pjesëtar i forcave policore dhe ushtarake serbe, gjatë vitit 1998-99 ka aplikuar masa të vrasjes, bastisjes, rrahjes, maltretimit, mbajtjes në kushte skllavërie, dëbimit dhe deportimit të 10 civileve shqiptar.